nga dhuntit më të mëdha që Allahu i ka dhënë njerëzit është koha. Koha është kapitali i jetës sonë dhe për të do të pyetme ditën e gjykimit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, nuk do të lëviz këmba e robit ditën e gjykimit derisa të pyetet për 4 gjëra, ndërto për jetën e tij si e ka shpenzuar. Ramazani është shkolla më e madhe e menaxhimit të kohës. Është muaji ku dita dhe nata marrin kuptim tjetër, ku çdo minutë mund të kthehet në shpërblim nëse shfrytëzohet si duhet. Allahu xhaleshanehu betohet në kohë në Kur'an duke thënë, pasha kohën, me të vërtet njeriu është në humbje. Kjo sure e shkurtër na mëson se humbja nuk vjen nga mungesa e pasurisë, por nga humbja e kohës. Prandaj dietarët islam na këshillojnë që ta shfrytëzojmë kohën, nga se koha punon kundër njeriut, nëse shfrytëzohet bëhet thesari më i madh, por nëse neglizhohet bëhet humbje e madhe për njeriu. Allahu kur flet për Ramazanin e përkufizon këtë muaj me ejame ma'dudat, ditë të numëruara. Pra, ky muaj megjithatë u begati të panumërta dhe shpërblime pa kufi, në fakt është i kufizuar vetëm në aspekt kohor, pra në disa ditë. Andaj, vetë Ramazani është pasqyrë e jetës sonë, nga se edhe jeta jonë është një numër ditësh që shkojnë njëra pas tjetrës. Për këtë e kemi fjalinë e Hasan el Basriut ku ka thënë, o biri i Ademit, ti je vetë se një grumbull i ditëve, sa herë që shkon një ditë, shkon një pjesë e jotja. Ramazani na mëson prioritetet. Nuk është muaji i gjumit të tepërt, as i shpenzimit të orëve të gjata në pajisje informative apo fjalëve të kota. Mësimet e fesë tonë shpesh na kujtojnë se Ramazani nuk është vetëm ndalesë nga ushqimi dhe pija, por ndalesë nga çdo humbje kohe që na largon prej Allahut. Madje pejgamberi alayhis salam na paralajmëron edhe me një fjalë shumë të njohur. Janë dy begati që shumë njerëz mashtrohen dhe i humbin, shëndetje dhe koha e lirë. Pra, mund të kemi orë të lira, por nëse nuk i shfrytëzojmë, ato na kthehen në humbje. Një besimtar i menaxhon ditët e Ramazanit duke ndarë kohën e tij mes adhurimit, përgjegjësive familjare, punës dhe pushimit të matur pa e tepruar. Pejgamberi alayhis salam ishte njeriu më shembullor në këtë aspekt. Ai gjente kohë për adhurim, për familjen dhe për dhënie e këshillave ndaj sahabëve. Ka fjalët e dietarëve islam mësojmë se një nga shenjat e pranimit të Ramazanit është që koha jonë bëhet më e begatë. Njeriu bën më shumë vepra të mira në më pak kohë sepse Allahu e bekon atë kohë. Prandaj le ta pyesim veten, sa kohë po kushtoj Kuranit në Ramazan? Sa kohë po më humb pa dobi çdo ditë? Apo e shfrytëzoj kohën time si një amanet nga Allahu? Nga jeta e pejgamberit alayhis salam mësojmë se Ramazani është muaji i rritjes dhe shtimit të ibadeteve, sidomos në leximin e Kuranit. Ibn Abbasi radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salam ishte më bujar i njerëzve, por më bujar bëhej në Ramazan dhe se Gjibrili e takonte atë çdo natë në Ramazan për ta përsëritur Kur'anin me të. Kjo është metodë profetike, lidhje e përditshme me Kur'anin, net me adhurim, zemër e hapur për sadaka dhe bamirësi. Pra, menaxhimi i kohës nuk është vetëm të mos humbas, por është të mbush me Kur'an, me namaz, dua dhe me moral. Ramazani është musafir dhe kalon shpejt, por gjurmët e tij mbesin. Kush e menaxhon kohën e tij në Ramazan, ai zakonisht e rregullon edhe jetën pas Ramazanit.